E ke dëgjuar ndonjëherë fjalët shqiptarët janë problem, janë rrezik, na marrin vendin, punën, qetësinë. Në Greqi shumë shqiptarë jetojnë në këtë stigmë prej dekadash. Por dje ndodhi një histori në fakt që e ka lënë shumicën e grekëve pa fjalë. Një shqiptar me emrin Ledian, babai 2 fëmijëve, po pinte kafe në një lokan pranë lumit në Arta, pa pritmas dëgjon britmen e fëmijëve. 4 adoleshent grek, 12 deri në 15 vjeç, ishin kapur nga rrjedha e lumit dhe po mbyteshin. Askush nuk po guxonte të lëvizte, askush nuk po guxonte të hynte në ujë. Lediani ngrihet menjëherë, hipën makinë, arrin vendin e ngjarjes dhe pa menduar 2 herë hidhet në ujë. E nxjerr djalin e parë, pa ndjenjë. I jep frymëmarrje artificiale në breg, kthehet për të tytin, 5 metra thellësi. Trupi i adoleshentit nuk lëvizte dhe ishte i mbushur me gjak. E tërheq me vërtetësi, por nuk dorëzohej. Sot ato fëmijë janë ende gjallë, në gjendje kritike, por kanë shans, sepse një shqiptar veproi. Dhe kur e pyetën pse e bëri, ai tha: "Unë tha jam i huaj, por jam i ri, e bëra këtë që do bënte çdo baba tjetër." Na duhet të flasim më shumë fakt për njerëzit tanë që i bëjnë nder kombit. Respekt për Ledianin dhe për gjithë ato herojt e hershtur që rrezikojnë për të shpëtuar jetë pa kërkuar fam. Zoti ju bekoft.